këtë miqësinë e vjetër me Azrin, shpjegojmë një atë ngjarjen në 97-ës njëherë për atë mitingun e PD-s e pastaj kalojmë te vrasja e Azimit. Po. Një gjë, do me të regu mitingun e Trapojës. Sepse është më herët ajo dhe ka një lloj lidhje. Me që e nisët aty nga miqësia. Po, shumë dakord. Falë, edhe në të shtatën, 2 ditë, eksakt para se më ardhe në Trapoj mu bo mitingu. Qershor në 97. Po, në 7 mu më sa 2 ditë para kësaj, sa të Azim Hajdari, e se më kam pas telefon shpije, për faktin se vlajem ka qenë dikur kone partijspun në 85 ka qenë detër mi matje rruga, dhe në Uk Mustafaj, dhe nëna ka pas njërë telefoni në shpi. Edhe e trashgum, e kena pas lidhë paralel, edhe atër e majshim telefonin. Dhe merë ka Azim Hajdari, merë mund në telefon shpis. Dhe më thot, hajde në Tiranë, edhe shkojnë Tiranën, e bistu, më thot, do vinë Trapoj. Në të shtatë, është problemet janë. Tha, do në animosh, tha, me organizim në njerëzve, edhe me ata njerëzit që ju keni, që ujtë të ofër, që mos të kena nëjë problem. Edhe, pa tjetër, thashun, edhe unë nisa nesër, ata dhe vishin pas nesër, do nesër me i takoj gërën. Do t'isha nesër, pas nesër. Edhe unë nisa unë, po kisha një punë diper. Edhe shkojnë për shkopi, takojnë një mikun tim që kisha për shkopi, edhe dhe nga për shkopia në Kukës, pas Trapoj, për gjithë notën, për faktin se në mjesë ishte mitingu. Vinë në Trapoj, vinë mjesë në shpi, e shtajna me vjetë gjumë. Me gjumë se do vishin, do dasha me pritë ta, edhe në atë moment, i më shoqe, po mundosh për me lyë, e ishtë përshime për me lyë korridorin e shpisë. Edhe, kështë e mu edhe ne Mustafa pushin tonë që merës me lyje, edhe në gjej zhumën, brëshëri, opciona, që aty kam që 70 metra nuk është prej bashkisë shpia ime. Edhe, u qoha për herë, që është bërë, sa shumë dush, nuk di gjatë, për nga qytetë, aty në qendër. E marë lajtë sytë, e kisha dhe ujë, e kisha marë, e majshim aty për me pi ujë, e helë grusht ujë ftyri, me vrapun në qytetë. Për e tjerë, i shokë policinë ishin rreth policia pa armë, po vetëm duhet i majshin mrapa, edhe për shifë për me ftyrë nga tribuna sipër, se tribuna ishte pak lartë, edhe nivelli ishte më nalt, i ku ishte tribuna e bashkia, i për në qoshet të palatit, të bashkisë në rtes, e shoh Azgonin. Po, ne me Azgon hapën kena lidhë, se hala Azgonin për gruja vlajtek. Edhe Azgonin e kena mështet Azgonin gjithmonë, se njërin pa vla, njerëz të vetë nuk e respektojshin, edhe kena mështet, edhe nga misia që kishtë. A i shka, se nuk ishte në njëri që të më në atë kohë, që ishte në ideologe në infantëson të në këtë. Po tjeshtë e një monim se e kishim mikë. Edhe e gjënë e dytë, hamë rëzën që ke po dëmidhës. Sa shida e prishën të fonin në yllë, tha, e shkatoj fonin, tha, ronë tha me mbra mu, shkakut më me ty mërë lakë, me pa pasë më në gjytë kishë vra ty mërë burtash. Mos e mërzit. Jo, me dhe për dërinës këtë ko vjen Nuria Hajdari, motra Azemit, në Shqipja. E boj më abet, po të Azmoni këtë bëra, po të po shka t'i poshtë, s'nur një medal, kështë e frikë medal me pa t'i poshtë. Tha, po shko shqesis një të PDP-a, të akanarën thirës dhe po s'karë, tha Salibrisha, ata. Po më të ashtu shkoj, 20 metra, bi postat të PDP-a, Lida ishte punojësja, i thëmë, bashkë e tjetër, është mërë telefonia thirës dhe në kanarë. Po, tha, PDP në thirës, të ka pas post të PDP në thirës. Edhe, me rrethët, po, kanë kalu ka një gjystë. Që s'kanarë, a 2 qërëpore, 12 kilometra, për me të është du shajt me Branzorin. Këtë kohë, sa për dalën të dera, ku vjen i forestrat. Ma lënë,
edhe zbret Azem Hajdari. Ikë Foristrata, nuk e pas kush e shofer, edhe aty ishte, po vite nga poshtë, po vite edhe Mustafa Tahiri, është një demokrat, pa qenë kryetar i një grup seksioni aty, qytete, është një i shumë i aktivizu me PD-n. Edhe u taku me Azemina, sot Azemi thot, hajde thot se do bëjmë miting. Ta miting dhe mos ali. Jo tha s'mon djetë doktorët, pa ku është në Gjeni? Në shati Gjeni, është një 5-6 kilometra për qyteti, eksakt nuk i di, pa 5. Edhe, nuk shkon Azem, kemi po miting e parë Sali Berisha, në populli për Sali Berishën, nuk për ty. Jo tha doktor Rrezik, po s'ka që Rrezik, la s'ka pun me këna. Unë pak për para, kur është, e takova Jullin. Isha aty bashkë me do të thamë ju, e bo, ju kushënit, ata më thoshin kushënit, edhe në kushënit, se po të kaloj, ne kemi lidhje me se dysh një Fatmir Haklet, edhe baba im, janë kushënit nga nënë. Edhe, po, ata kanë pas pozicioni vetë, unë në tonin. Po, kemë respektu njëni tjetën pa e prekin e problemet personale të asë një rëndit. Njëni tjetën, do mënë. Edhe, po më thëshin kushëri gjithmonë, edhe në kushëri, sa kushëri, sa që të ndi me Sali Berishën, të ti e njefë, ta njësë që puna, unë e njefë kushëri Sali Berishën, mu më kam thjerë në Tiranë, u kam thonë që do t'i presë, për më i thash, i kushëri ke bon kesë ke prish fonin, unë nuk e di që u ka ndodhë atyne. Ta mu tha, unë thash do presë Sali Berishën, do dalë për pare, do presë do marrë kutje. Ta mu tha, unë e kushërin s'kam pushta, unë nuk jam ty vra as me ty, s'kam pushta për ty, as për Sali Berisha, as për kërkofa mu vra. Por tha, ti kushërin nuk ta kotha për me e për këratha armikën tonë. Unë nuk e di sa është të qarë misi për një me të. Edhe i kuaj, unë najra në fundime, tash taku ma Azemin. Azemi filloj me thonë, jo, do bojmë, nuk bojmë miting, të thashme, pa parë Sali Berisha, Azem nuk ka miting. Shkun të Azgani, u afru Azgani në uria, cila Azgani t'y folë, t'y kalzu se si e zhytën, si e vraun, si e plo, atë, si e shkatra jullë i fonin, pa të vraun, si e shkatra i fonin, për e spjegon të Azemit, edhe Azemi tha atërta, do bëjmë mitimin, sa se Sali Berisha i rezikot djeta. Sa shë jo, Azem, pa vdek të mua betë, nuk bënë kjo punë. Edhe Azgani, tha, jo, tha, e pa mirë, bra, nuk bën kjo punë. Ne tha, ky popull vjet del, tha, se gjënë njështë, nuk ishë njështë aty. Ky popull del për Sali Berisha, tha. E presin Sali Berisha, do di Sali Berisha. Tha Azemi, tha, kush ka bukë më shku mi morë Sali Berisha? Unë mërë, tha, shka e marë. Për shka, thash, Sali Berisha, s'ka punë me kam. Ne do bojmë miting. Jesim të jarë më uvra. Tha mirë, tha shma dje makinën tonë, po tha, e murë në radio, ka pas në radio foli me, unë kujton të si ishte Sali Hajdari. E Sali Hajdari, vlaj Azemit, gjithmor riki me Azemin. Këtë kohë vjen makina, edhe pas ka qenë shofer Sali Lusha, edhe Sali nuk doli fare nga makina, e hapën derë shofim në heca zgënçash, me hyp me ikë, kush është Sali Lusha. Këtë në timon, vjen Sy Lusha, vlaj Sali Lusha, ka qenë shumë djali mirë, shumë mirë, demokrati shme, a ishtë demokrat. Vjen sipër, me armë dorë, edhe thot mu, thot, ku po shkon? Ta shpidojnë Sali Berisha për pa, në hajde të shumë. Jo thaze, kë Sali Lusha, e Azemi, jo tha shkon, jo tha shumë, do vjen dhe kë. E fute mes, unë Azgani, e fute mes të Setmilja Peret Shemrapa, edhe unë jetëm. Shkum të ke në Gjerni, ishte në fshatin Gjerni, aty është rrugë e drejt, ishen forcat e një 200-300 vetë, ishte me Sali Berishën, 200 vetë po, thëmë. Forcat së komunizmonit me te, i vekot policisë, forcat policisë, në qështë në madhum aty. Kishin frikë për marë në tërpoj. Ata proponin për i skenerin këtë një frikë, që s'kishte ku vrakush me Sali Berishën. Edhe, u taku me Salin, sa folëm na, si o gjenja në kesh, në shumë, më abete, sa po të si t'ja bojnë thanë, sa është marë në tërpojti.
Gjose ti zgjen barancor, kjo është deki politike jote sot një. Ti do vish, se kam lënë Azerbajdžanin me bon. Ne tham, nuk e thash. Ne nuk e lam Azerbajdžanin me bon ti. Prandaj ti do vish. Sa po un kam një informacion thash se ka Anton Haglaj që kur dalin tribuni parë i vritet. Tash dalun tribuni parë, nuk kanë punë mirë. Mos ja funi kot thash. Un po ta mushim me po dal tribun. Un nuk jam një domon vepi tropojt që me ta hap mitingun e një presidenti, si ishte president Berisha. Po ishte president e tyre. Por po dal në mandatin e dytë. Po dal me linjen thashun, edhe po dalim unë liria, shifeni ju, kur mos më vasi kush mu, hajde ju thash. Okej, tha. Edhe la, atë më tha vaket. Ju tha me çaj iniciative delti. Da thashte unë e di thash se nuk kanë punë me mua as me ty, dhe e para është që unë jam kushëri, baba jem të edin, se di kësa Berisha këtë punë, është kushëri me Isov Groshin, dhe këta gjithmonë të kushëri. Ata thanë, nuk kanë kushëri, kërkon asë gjatë. Atër thash, një gjithë është, mështë edhe kjo tjetër thash, se unë jam nga qyteti, jena fision Mustafa jena shumë, edhe nuk është levërdi e tyne, që t'ken hapin Gjak Derim ose të kenë armiq në qytet. Se desës s'kanë bërë armiq. Pra mëjnë, tash jam i sigur. Po unë jam mëj sigur, tash ne jam kushëri. Jena i lake dhe e kena arrestu një e tjetër. Po që cili në atë korrizën që ka zjel. Okej, tha unë isim në, ku shkum të ke në me makinë tonë për para. Thot Khali, thot nisën forta, djo thot, nësë do hina se forës për arrest. Unë e zgonim me makinë me Salilushën, shofer, ne të dalim për para. Shkum atjera, ku shkum ke pohim në qytet, sa kalum me varrezat të qytetit, i sa të zgojnë të habederën, që tha? Habederën thash që mos ne blokojnë doktorin mas. Në fatë, mos ne blokojnë populli, se do dalim populli, mos ne blokojnë doktorin mrapa, makinet doktorin, se nuk di se qka pe ofën do kush, ka njërë në shumë. Okej, tha, hapen të dy dyrët, anësore, soristratë, dutim tek ke bashkia. Zbrita unë, iku Salilusha me vetur, me azgoni, më këta ike në futën mas bashkia, se kishim frikë se mos po kështet pushka, e ta shojnë se kush po pështën, e kush po vritet. Shumë e mëjnë, edhe, kam shku, kam hap dherën e benzit, nga ka i shofer, e ishte linja mas aty. E kam dhonë dorën liris, ka dorën e kam kap nga krahu, dhe kam kena dorën në tribun. Nuk moj me egzakt se qa kam thonë, por e një që kam thonë, vlezën e motra, kjo është nusë të trapojë, ja vlen me një gju. Ka folë liria, dhe isha ma bon të mu doktori, hapte deri benzit nga krahu i pasagjerit, nga mrapa, kështu, edhe ose e pjesna si duket me në desh, edhe ma bon të me doa të vi, jo, e thashur, prit. Të gjithë këshin hy, as njës ka mund të me dalë. Kush është e qënte? Të gjithë ishin fund bashki, të pritëshin që mos po kështë pushka. Sa veta kishte miting për jashta? Atër njerëzit, atër u derdhen populli. Atër në momentu, do dhe kur folë liria? Po, kur folë liria, fillun me arë njerëzit. Se ishte në përshpia, ishin shefon, ishin edhe fillun me dalë njerëzit. Po mush sheshe. Qëfar tha Liri Berisha, Zoja Berisha? Për zotin, unë isha shumë i stresum, e po shifsha Berishën atje doktorin, edhe kjo po fliste, e nuk e moj men, po të më ashtë në stres kam qenë. E kuptoj. Pastaj, kush e mori fjallën? Atëre ka bo me dorë, ma boni me Berisha, ma më të më shenjë, thash hajdi, thashun, toli nga makina doktorin, vetëm, erri, tak, ja vash dorën për kortezi aty, i dola në fillim tribunës, erri doktorin, sa mu të rrishtu ti, vendë mërë thash, nuk lvizi mërë burë. Atë erën të atjerë, të atrimet e zhejas, të gjithë, të pëtete, këta ishte të të nshehu, ishte Azerbajdari, ishin po më kujtohet dhe kanë tenëve, të tonë ishte si shkytar partije, ishin forset sekundë në Osmanit,
hypi Sakoli sipër të murat në Berishin, ta edhe filloi të fol Berisha, mu kapi për dorë, tha, unë mas, edhe kam qenë njët me Lirin dhe me Berishën. Për ilustrim, saj, nga pallati përballë, që ka qenë, është një 10 metra larg, pallat 30 metra, janë bë shumë foto nga një shtëpi atje, edhe janë bë shumë foto dhe janë bë qysh moment që ka ardhur Berisha, nuk ja kanë dhënë kuj ato foto. Këta, po i kam pas, edhe unë i kam pa. I ke fotot? Janë fotot. A mund nga tregosh në një foto? Jo, janë për ato do të tregojnë një moment tjetër. Ti është sigurt do t'i tregoj. E ato foto më ka thirr personi, mu ka thonë shikë, kur je ti, çish moment që është gjujt fonia. Jo, kanë fotografuar nga detaje shtëpisë, kanë fotografuar fonin kur është gjujt, kanë fotografuar kur kam janë taku mazgonin. Kanë fotografuar duke thënë që jo, tani fjalimi Berishës në atë moment u qellua? Si u qellu, s'kuptoj. Gjatë kohës që foli Berisha, pati... Ja ka qenë përpara. Do thënë ajo historia që ka thënë Berisha që ai që qelloi fonin Masillin Tiranë ka qenë përpara. Ja, nuk ka thënë kush qelloi fonin, ta shpjegoj unë. Jo, nuk ka thënë për fonin, nuk ishte fonia këtu. Po? Fonia është qellu para se marrë Berisha. Para se këtu, po. Tani Berisha kur e tha atë që Masillin Tiranë? Po e shpjegoj. Berisha, po fliste, po Berisha nga vetë natyra është nevrastenik. U e një Berishën. Edhe, po fliste, po thoshte, për mitingu, për këto, për partin socialiste, kështu. Dhe tha, Vladimir tha Fatosnano e Din Selimi. Din Selimi ishte doktori Trëpojon, që ishte kandidat, për ishte për PS. Po. Për këta bashkije. Po një buri në Rume i kishte bërë shumë mirë Trëpojës, popullit Trëpojës, ku kishin hapë. Edhe, thot, Vladimir thot Fatosnano e Din Selimi, se me lekë të Serbisë, tash nuk e mojme se ka 35 vjetë, a tha nuk do të mojnë 7 ditë pushtetin, apo 15 ditë, po tha nuk do të mojnë pushtetin a 7 ditë apo 15 ditë, sem i sigurt, se do t'ja ungri buzëqeshën buzë. Kjo, t'ja ungri buzëqeshën buzë e ka thënë aty? Po aty, në kitë kohë, dikush, nuk e kam pasë, në isha mrapa Berisht, e lirijet njët, dikush, nga populli ka thonë, a tha Din Selimi, apo Din Selimi nuk e ma mëni, po më duke Din Selimi. I tha Berisht. Në këtë kohë, një prej Berisha ushtan, një që ishte, një aty që ishte shëqus me nga ta që po shëqerin Berishën, i thot Berish, ta shau nënen, shkelqim hakla. A kupto? Po në fakt nuk ishte ai? Jo, une nuk e pash. Nuk e pak ju, e kupto. Une si Baram nuk e pash, që isha mas Berish, ishte tribuna poshtë. Po njerëzit thot që nënen e ka shau shkelqim hakla. Po dhe që tha Berisha? Atër, Berisha si një Tropojon, që është nga Tropojo është Berisha, u menojën, njëri që nga politike ju këtëri personale, a i tha, atër foli, tha, du me vete atë që më shau nënën mu. E du, tha, me vete atë që më shau nënën mu, shkëllqin hakla ishte. A kupta? Pra, kjo është ajo që piknisja, kjo është kush donë të thonë nushej, që kush të rrenë. Unë kam qenë prezent i nërur, kam qenë në tribun. Jam, që është zhvillu në gjarja, ma që mëj. Filoj, u i thash, mos të ne aftike, thash, ti për ikës më në lesherën do. Qa bënë shumë rëbut. E filloj, Berisha, që është një rrasmenik, të stjevë për tribun, e du me veti, nuk iki pa e marrë me veti, shkon ju, e filloj, i thash, prezentot, le thash mitingun, që unë nuk
jam ka iki. E më kapi, jo, tha, atë po prezident deputet, tha, pro. Edhe prezident deputet, më duket që ka qenë Xhezret Mehmeti e Azem Hajdari. Mos gabofsha. Edhe këtu marroj mitingu më së mëj, as nuk ka të të kush më ne, pra, as ka të të kush për më ne bënë i gjo, kjena shkue, ishim shumë të mërzitur, me thonë dhejtë nga kjo ngjarje, edhe kem shëqru Berishën e në traget. Kjena shku në traget, më ka thonë, Sali Berisha, ti je vlla jonë, ti je njeri shtëpisë tonë. Njeri Berisha sa, faleminderit shumë për te, Bara Mustafa, kena abort. Thash une, inshallah fitoni pushtetin se su bjen mend më hap për Barojin, bëderi ato punë. Këpën e traget shkon, nuk isha unë ai që e kam fut në tropoj, Sali Berisha vitin në tropoj vetë, po unë isha garant që nuk ka shërë. Edhe e përcollëm aty, sa mu që po tritonim, sa mu tha, u shkytar për atje. Për të gjënë që ka Barami e njofë, unë fakt triton shehun, e njofë kjo është vitin të 10 që jam shtruën në spitalin e numër 2 të klinika e parë, e tritoni ka qenë reanimator, ku unë jam operu. Edhe njifëm me tritoni, ka qenë Rushen Golemi, shefe pavioni, edhe njifëm, e plus PD, u bashkunet. Edhe si përfundim, më falenderun shumë mu, dhe i kenë punë të vetë ata, dhe deri sot më ka siguara në përbërami. Pra, zhvillimi është ky tropoj. Okej, do të kërkoj ndjes për një ndërprerje publicitare. Kemi vetëm 1 minutë e pak, do të thënë që kemi një publicitet dhe kthehemi sërish në bisedë. Publicitet. Një falënderim për institucionin monetar Manigram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Edila Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Edila Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigram Akinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, jemi sërish live me Bara Mustafa, një rrëfim për disa ngjarje që ka qenë dëshmitar dhe një prej tyre që sapo e dëshmoi është ajo e vitit 97, e qershorit të vitit 1997 në mitingun e Partisë Demokratike në Tropoj. Po, zoti Mustafa, jemi sërish në linjë. Mbas kësaj ngjarje, çfarë ndodhi pastaj mbas kësaj? Kjo ngjarje aty nuk, kur dola u ktheva nga Targeti, që përcon Berishën,